Flamurtari ka dhënë një sinjal të rëndësishëm të rikthimit për të lënë zonën e ftohtë të klasifikimit me një fitore të rëndësishme 1-0 në fushën e Ignatias. Skuadra vlonjate ka luajtur shumë e kujdesshme ndaj kampionëve në fuqi që luanin për kreun e kampionatit dhe goditën me një kundërsulm duke shkatëruar planin e Rogozhinasve. Shifra do të zhbllokoheshin në minutën e 36 teksa u shënua një kundërzbritje shpejt në kraun e majt nga Ramirez, i cili shfaqet i vetëm dhe lëshon një gjuajtje të pakapshme për Dajsinanin. Më pas, flamurtari bën maksimumin në të dy fazat e lojës, duke mbajtur larg portës sulmin e rrezikshëm të Ignatias dhe duke mbyllur ndeshjen me 3 pikë të arta që e afrojnë me grupin e skuadrave larg zonës së ftohtë të klasifikimit. Edhe trajneri Francesco Moriero u shpreh kënaqur mbas ndeshjes. Një fitore shumë e rëndësishme për moralin e djemve që po më japin shumë në këto momente. Kemi qenë pak pa fat në të dy ndeshjet e fundit me 2 barazime, por skuadra ka punuar gjithmonë mirë gjatë javës dhe sot treguan se kanë zemër për këtë fanell, për këtë qytet. Përveç se interpretuan mirë taktikisht ndeshjen, të gjithë merituan të fitonin për atë që dhanë dhe sakrificën që kanë bërë. Pra djemt i kanë dhënë një përgjigje të gjithë atyre që nuk besonin tek ata. Kjo është përgjigja më e mirë që mund t'u jepnin të gjithëve. Maksuti është lojtar shumë i rëndësishëm dhe po rritet ndeshje pas ndeshje. Ramirez është një djalë që i kam dhënë besimin që ditën e parë që kam ardhur. Por edhe mbrojtja ishte perfekte. Kutrashi ishte ai që tërheq skuadrën, por të gjithë lojtarët dan maksimumin. Është normale që duhet kohë për të punuar dhe për të përballuar ndeshje pas ndeshje. Nuk është e lehtë, por djemt vunë zemrën në fush, ishin perfekt dhe interpretuan ndeshje në mënyrë taktike. Jam shumë i kënaqur për ta, sepse meritojnë çdo lavdërim. Ndeshjen e radhës flamurtari do ta luajë të hënën në Vlorë në orën 19, teksa do të presë në shtëpi skuadrën e Dinamos dhe ku do të kërkohet sërish fitoria.